Pas një kohë të gjatë larg vëmendjes mediatike, këngëtarja Altuna Sejdiu, e njohur për publikun si Tuna, ka thyer heshtjen, duke rrëfyer pjesë të sinqerta nga jeta e saj personale dhe karriera në një intervistë televizive. Në një fragment të publikuar në rrjetet sociale, artistja nga Shkupi u ndal për herë të parë në mënyrë të drejtë për drejtë tek ndarja nga ish-partneri i saj, muzikanti Patrice Berisha. Me një ton të prerë dhe të qartë, Tuna u shpreh: "Unë nuk isha më e lumtur në atë martesë, nuk më intereson më asgjë." Tuna dhe Patrici janë prindër të dy djemve, Tian dhe Patrice, dhe ndonë se lidhja e tyre ka përfunduar prej kohësh, çiftit i është kushtuar vëmendje e madhe në media sociale. Sot, të dy ata po ndjekin rrugët e tyre profesionale në mënyrë të pavarur, ndërsa Tuna duket më e vendosur se kurrë për të jetuar në të vërtetën e saj. Na do t'ju kujtojmë se Tuna s'ka ndaluar së krijuari muzikë, por ka zgjedhur të heshtë deri tani.